Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Territori shqiptar do të mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët, ku më të theksuara kthjellime do të paraqiten në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të dominohen zonat malore, verilindore dhe juglindore, ku më të dukshme vranësira do të jenë në orët e pasdites. Ky stabilitet e atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënjen e vlerat minimale, por rriten maksimalet duke u luhatur nga 4 gradë Celsius vlera me ullët deri në 26 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Era do të frejë lehtë për gjatë gjithë ditës me shpejtësi mbi 30 km/orë nga drejtimi verilindor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim të ullët. Le të jemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalb, depërtimi i masave ajrore nga veriu i Afrikës drejt brigjeve të mesdheut, me ndikim deri në Ballkan, do të sjellë në vendin tonë mot të kthjellët dhe temperaturat të larta, por her pas here priten vranësira të lehta dhe kalimtare, ku më të theksuara do të jenë në zonën juglindore të Shqipërisë. Parashikohet gjithashtu që pasditja dhe nata të vijojnë me kthjellime dhe vranësira të lehta në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të rriten si në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore, nga 5 gradë Celsius vlera me ullët në verilindje të vendit, deri në 28 gradë Celsius vlera me lartë në sharkun e Beratit. Era do të frejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi maksimale mbi 40 km/orë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 2 ball. Tani do të njehemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalb, Gëdishulli Skandinav dhe Britania e Madhe paraqiten në ndikimin e vranësirave të shumta, të cilat pritet të gjenerojnë rrebeshje shiu, si dhe mini stuhi ere. Gjithashtu, Europa jug perëndimore do të vijojë në prezencën e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, duke përjetuar shira në formë shtrëngatash si edhe stuhi të forta ere, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e kontinentit evropian do të jetë në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, ku më të theksuara kthjellime do të paraqiten në pellgun e mesdheut dhe brigjet e Egjeut. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë të shihemi sërish nesër.